Kemi ftu zotin Celi Bashi, kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për t'i parashtru shqetësimin ton për votën e diasporës dhe për t'i po disa pyetje, sepse ai është edhe i ngarkuar me detyrë publike që kanë të bëjnë me kodin zgjedhor, zbatimin e kodit zgjedhor, dhe me siguri është më i informuar për gjendjen, procesin dhe gjithë çfarë po ndodh aktualisht me reformimin e kodit zgjedhor. Zoti Celi Bashi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve dhe faleminderit Arbo për ftesën. Faleminderit ju që e gjetët kohën, edhe jashtë orarit punës. Tani kemi menduar ta bëjmë kështu. Ilirian, po drejtohem me emër. Po, është më komode edhe për mua dhe besoj edhe për gjithë të tjerët aty. Me pa problem fare. Ne mendojmë kështu, Ilirian, jemi grupim i disa të rinjve nga diaspora, profesionist, student, inxhinier e tjera, dhe kështu në rrjetet sociale, madje edhe në për këto space-at jemi takuar me shumë prej tyre dhe kemi ndërmarrë një nismë që e quajtëm Dua të votoj 2025, që filloi vetë si punë eksperimenti, hashtagu në internet, dhe pastaj u bë protest, pastaj u bë aksion, edhe domethënë kishim pas qëllim që ta ndërgjegjësonim pak publikun për këtë. Dhe pikërisht për të qëndruar vetëm një kauze votës diasporës që mungon prej kaq shumë kohë. Dhe tani kam menduar t'ju shtroj disa pyetje që t'jemi sa më të kuptueshëm për të gjithë, edhe informues për të gjithë. Ju si drejtuesi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, a mund t'i shpjegoni vetëm fare shkurt atyre që na dëgjojnë se çfarë është në të vërtetë detyra e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e thonë në shkurt në disa fjali ndoshta. E kuptoj. Tani ndoshta do ishte me dobi që fare shkurt të prezantoje një background të gjithë kësaj çështje. Ndoshta sikurse shumica prej jush mund të dinë, për herë të parë në kodin zgjedhor u parashikuan dispozita për votimin nga jashtë në vitin 2020. KQZ-ja e re u rikonfigurua në tetor të vitit 2020 dhe do duhej që për 5-6 muaj sa i bie deri në prill të vitit 2021 ne të përgatisnim akte në ligjore dhe të realizonin procesin e votimit nga jashtë për zgjedhjet e kuvendit të vitit 2021. E dim të gjithë historinë që kjo nuk ndodhi për shumë arsye që ndoshta nëse dikush ka interesin apo kuriozitetin mund ta shtjelloj pak më vonë, por fakti është që nuk e mundësuam. Diaspora për Shqipërinë e Lirë pastaj bëri një ankesë në gjykatën kushtetuese dhe kërkoi që kjo gjykatë të shqyrtonte këtë çështjen e pamundësisë së votimit të diasporës për lehtësi të kuptuari, po e referojmë shumë fakt se për kufizimi teorik dhe ligjor është votimi nga jashtë. Por për faktin që të gjitha kuptojmë më mirë domethënien e votës së diasporës, po përdor këtë term. Dhe në shqyrtim të kërkesës shoqatës organizatës Diaspora për Shqipërinë e Lirë, gjykata kushtetuese tha që votimi nga jashtë, pra votimi i diasporës, nuk u realizua në vitin 2021 sepse kodi zgjedhor ka boshllëqe ligjore dhe duhet që Kuvendi i Shqipërisë të plotësojë këto boshllëqe ligjore me qëllim që ky votimi i diasporës të realizohet. Dhe tani jemi në këtë situatë kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të presi që Kuvendi i Shqipërisë të bëjë plotësimin e boshllëqeve ligjore. Ka një
progres në këtë çështje, nëse mund ta them kështu, sepse deri para pak kohësh një pjesë e politikës mendonte që pavarësisht se çfarë ka thënë gjykata kushtetuese, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mundet të nxjerrë akte nënligjore. Tashmë duket që të gjithë janë të bindur, edhe pse do duhet ishin të bindur që në krye të erës që vendimi i gjykatës kushtetuese, i mirë ose i keq, i pëlqyeshëm apo i papëlqyeshëm, është një vendim i cili është i detyrueshëm për të zbatuar nga Kuvendi i Shqipërisë. Thënë këtë, Kuvendi i Shqipërisë do të duhet të bëj plotësimin e boshlleqeve ligjore. Në atë mas që ai e konsideron që duhet të bëhet ky plotësim, me qëllim që KQZ pastaj të bëj miratimin e akteve nënligjore. Dhe unë ja kam shpjeguar kësaj pjesës së politikës që deri dje mendonte që shiko pavarësisht se çfarë thotë vendimi i gjykatës kushtetuese, ti si KQZ mundet ta bësh të proces, i kam thënë dhe tashmë jam bindur në fakt që ore sa kohë që gjykata kushtetuese thotë mungon ligji, çfarë akti nënligjor do nxjerrun kur mungon ligji. Tani për fat të gjithë janë bindur dhe e kuptojnë që do duhet që të bëjmë plotësimet në ligjin zgjedhor me qëllim që t'i hapet rruga votimit të diasporës për zgjedhjet e vitit 2025. Vetëm pas këtij momenti KQZ hyn në veprim. Po, patjetër, megjithatë, un kam parë që së fundi KQZ-ja ka ndërmarrë disa veprimtari proaktive duke prezantuar disa modele se si mund të votojë diaspora. Edhe më vjen me të vërtet mirë, sikur t'i kishim të gjitha institucionet aq të zellshme sa KQZ-ja. Jo se ju kam ju këtu, po me të vërtet e vlerësoj atë punë që keni bë. Por ajo për cilën e shtrova dhe pyetjen në fillim, që cila është detyra e KQZ-s, doja më shumë të fokusohesh tek ajo që ku ndahet tamam ajo që KQZ-ja bën nga ajo që nuk bën, sepse themi nxjerr akte nënligjore KQZ-ja ka tagë ligjor për nxjerr akte nënligjore? Po. Më spari KQZ ka gjithë përgjegjësinë për administrimin e procesit zgjedhor. Do të thotë edhe në rastin kur zgjedhjet kanë komponentin e votës së diasporës. Por do të duhet që për mos ta përsëritur që Kuvendi të miratoj ligjin të themi ose të bëjë ato plotësimet e ligjit me qëllim që KQZ të fillojë të miratoj aktet nënligjore. Ne pak a shumë draftet e tyre i kemi gati në një lloj mënyre, sepse i kemi përgatitur një pjesë të tyre që për zgjedhjet e vitit 2021, dhe në momentin më të parë që Kuvendi i Shqipërisë bën plotësimin e bashkëllëqeve ligjore, ne miratojmë aktet nënligjore, përgatisim gjithë logjistikën dhe infrastrukturën që do duhet për të mundësuar votimin e diasporës. Kemi marrë një rol proaktiv, edhe pse ndoshta as nuk na obligon ligji për ta patur këtë rol, dhe as në një rrethant tjetër, por realisht, edhe këtë do duhet ta besoni, edhe pse veç se fjalën kam në këtë moment, që të paktën personalisht e kam parë këtë gjë që ditën 1 që kam hyrë në atë zyrë, si një sfidë që do duhet të përmbushej, qoftë edhe për ego mirëfilli profesionale, por jo vetëm për kaq. Për faktin që ne kemi njerëz, kushurinë, motra, vëllezër, njerëz që jetojnë jashtë edhe e kanë patur këtë problemi që duan të votojnë, po tash të marrin rrugën ai nga Milano, nga Roma, nga Torino apo nga Athina këtu, ishte sfidë goxha e madhe. Dhe ndaj unë edhe personalisht e mendoj këtë gjë që duhet të bëhet, dhe ndaj edhe kam përcyer pak atë rolin që sipas ligjit do duhet kem, edhe jam bërë pak më shumë proaktiv për të kontribuar për sa mundem te kjo çështje. Dhe nuk kam as interes, unë nuk është se konkuroj dhe hajde se po e bëj këtë çështje sepse do marr disa vota nga diaspora. Unë jam arbitri kësaj gjës. Ilirian, se e kam patur këtë debat me disa nga këta të politikës, po ç'të duhet ty që merresh me këtë gjë? Se kërkon protagonizëm.
Ore nuk ka lidhje me mua, unë s'marr Protagonizëm. votat e kjo gjë, fare. Por unë e shoh këtë si një gjë që po e bëj për vllajën tim, për njeriu tim, për kushuririn tim, Për të gjithë, edhe për për ato të që s'të gjithë të njohin tjerët. fare. Po, edhe për ato që s'të njohin fare. Dhe rrjedhimisht për gjithë të tjerët. Po, Ilerian, shiko, vetëm se un jam pak manjak numrash dhe llogaritjesh dhe po mendoja për këtë çështjen që thon, shiko, të drejtën e votës e keni, po vetëm merrni avionin dhe hajdeni. E di si është kjo punë, po supozojmë për hatër të atyre që nuk e duan votën e diasporës, që janë 1 milion njerëz, vetëm 1 milion njerëz në diasporë. Sa është për pjesëmarrja në votim? 40%, okay, 400.000 njerëz. Imagjino ti sikur 400.000 njerëz t'ju thush, hajdeni në Tiranë, votoni ditën e votimeve dhe kthehuni. Do duhen Po. me kapacitetet e aeroporteve, avionave, do duhet 1 muaj rresht për këtë dyndje që të marrin aviona këto dhe të vinë të gjithë. Dhe pastaj do duhet të votojnë, të jenë të gjithë aty dhe pastaj edhe 1 muaj do t'ju duhet për t'u kthy. Në sensin që thjesht çështje logjistike, kupton? Sa aviona fluturojnë dhe shkojnë, nuk e di, në të gjitha ante, sa kapacitet avionash ka Rinasi, etj etj. Do të them që është një farë çon në paradoks kjo loja e këtyre që thonë. Është operacion logjistik i pamundur, nuk Pikërisht, diskutohet pikërisht. kjo gjë. Po nuk shko Arbor, nuk është vetëm kjo çështje, sepse shiko, ne kemi një problemi më është që numri i votuesve shqiptar që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë është signifikativ. Dhe ti si shtet nuk mund të jesh indiferent ndaj kësaj gjëje, mendoj unë. Nuk mundet. Normal, ti mund të thuash, ore, unë ta kam krijuar mundësinë të kam vënë në listën e zgjedhësve që qëndron edhe ky argument për hir të vërtetës, për të qenë të ndershëm me veten dhe me njëri tjetrin. Por këtu nuk flitet për t'i krijuar këtë privilegjin në thonjza të votimit aty ku ka vend banimin, 10 vetave apo 20 vetave, që vërtet në këtë rast do të ishte një privilegj i madh. Po ti ke gati gjysmën e votuesve jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Pikërisht, është hipokritë ti ftosh. Është hipokritë ti ftosh në një operacion logjistik të pamundur, më kupton? Dhe prandaj desha them që edhe nuk qëndron shumë kjo që hajtë se e keni emrin listë dhe hajde votoni, po prit se si do vim, do vim kë pofton vetëm ato që e kanë më me zell, puna është votojnë sa më shumë, ky është qëllimi i demokracisë. Pikërisht ajo që the ti për numrat ta imponojnë këtë zgjidhje, sepse nëse numrat nuk do të ishin kaq signifikativ, atëherë po mund të thoj, ore, unë do ta konsideroj këtë mundësinë e votimit nga jashtë, po kur ta kem oportunitetin tim, ti e ke të drejtën për të votuar, hajde ushtroj këtu. Po numrat janë të tillë që ti duhet të adresosh këtë gjë. Që jemi dakord edhe mbi këtë pikë vështrim. Arilda e ka ngrit dorën mbase e ka një pyetje. Arilda? Mirë mbrëma, faleminderit që e ke pranuar ftesën për këtë diskutim me ne, shumë i vlefshëm. Pyetja ime është, nga kjo periudha 2020 që u ndryshu kodi zgjedhor, deri në momentin që diaspora për Shqipërinë e Lirë e ka dërguar çështjen në gjykatë kushtetuese, pse hezitoi KQZ-ja me i bë aktet nënligjore për votën e diasporës? Duhet ta them në fakt që ka qenë një lloj hezitimi, po jo pa sens, pa logjik dhe pa arsye. Nuk e di se sa mund të jeni të informuar, KQZ-ja ka një strukturë disi pak të çuditshme në një lloj mënyre. Ka komisionerin shtetëror që përfaqësohet nga unë, ka dhe një komision rregullator, i cili në finale është ai që miraton këto aktet nënligjore. Ne filluam draftimin e akteve, bëm një proces konsultativ me grupe të ndryshme interesi, përfshi edhe disa shoqata dhe organizata të diasporës, por konstatuam që partitë politike nuk kishin dakordsi për përmbajtjen e tyre, edhe pse do duhet ta them, ato ishin fair për të gjitha palët, rregullat të cilat ne propozuam. Dhe ne punuam shumë derisa erdhi momenti që kjo gjë pastaj, si thon, nuk ishte më e mundur të realizoj, që partitë politike me konsensus t'i pranonin.
ti pranonin këto rregulla. Në atë kohë ka marrë goxha kriticizëm, veçanërisht nga partia në pushtet dhe nga ministri i kohës atëherë Michael, sepse thoshte ti çka ke, ti kaloje, miratoje, punë e madhe, këta s'duan, ne duam etj. Po unë i kam qëndruar këtij principi, edhe sot i qëndroj këtij principi që duke qenë se ky proces do të realizohet për herë të parë, ka qenë shumë e rëndësishme dhe sot mbetet përsëri shumë e rëndësishme që të ketë konsensus në gjitha palëve. Ne nuk mund ta vendosim në provë votimin nga jashtë për herë të parë, duke miratuar rregulla ku njëra palë qoftë edhe me pretekst i konteston këto rregulla. Dhe ndaj kemi insistuar dhe ndoshta humbëm pa kohë, edhe pse nuk e kishim kohë në dispozicion, për të patur konsensusin e plotë. Sepse nëse ne që në procesin e miratimit të akteve nuk do të kishim dakordsinë e palëve, merrem me mend se çfarë do të ndodhte me rezultatin që do të prodhonte votimi nga jashtë dhe mandim me gjithë procesin e votimit. Dhe ndaj patëm këtë droje, nëse mund të them kështu. Po, Arida? ideja atëherë ishte që t'ja kalojmë parlamentit, që ta baj këtë, që ta gjejnë dakordsinë mes tyre dhe në këtë mënyrë, si më thënë, është përgjegjësia e tyre dhe nuk na sjellin të rrotull propozimet tona. Ndje se nuk ju humba për një moment. Po thosha, domethënë ideja pas dërgimit të çështjes në gjykatë kushtetuese dhe vendimit që kjo t'i kalonte sërish parlamentit, ishte që t'ja ulinit atyne në dorë që ta bashin këtë me që nuk po dakordsoheshin me atë që kishit shkruajt ju? Ilirian, je me mikrofon të mbyllur. Iliri ke mikrofonin mbyllur, muted, e ke në fund të ekranit majtas, është ai simboli i mikrofonit, qoftë është i kuq, edhe me vi është muted. Okay. Arbor. Se ishe nuk dëgjohesh. Ilirian nuk dëgjohesh. Arbor. Po Ilirian të dëgjoj, tani të dëgjoj. Më dëgjon? 1, 2, 3. Wow. Arilda, na dëgjon ti? Unë po. Të dyve? Ty po, Iliriani një. Po Iliriani tha Arbor, e dëgjove? Atë pjesë e dëgjova. Okay. Po, Arbor. Ilirian të dëgjoj. Ilirian, nëse më dëgjon, më përgjigj sepse nuk po e kuptoja a jemi live apo jo. Arbor. Provo shkruaj me mesazh që dalë dhe të futet prapë. Po, tani? Ilirian, po, tani të dëgjoj? Uri lidhëm se. Okej, haja. Do të hanja derën e shtëpisë dhe dola jashtë të zonës. Okej, hiki nga Wi-Fi. Okej. Duhet ta kisha bërë off. Okej. Po, ndje se nuk e dëgjova vazhdimin e pyetjes. Arila, bëj edhe një herë pyetjen. Po mendoja cili ishte qëllimi pas
kësaj të zgjatje të procesit, pra që është shur në gjykatë kushtetuese që pastaj t'i shkoj parlamentit. Duke qenë se dihet se ata nuk e kanë vullnetin, KQZ-ja ka më shumë se gjithë vullnetin, a nuk do kishte qenë shumë më mirë që t'i bashit ju ato aktet në ligjore? Po, nuk kam përshtypjen që e thash pak në krye të herës që ne nuk mundet të nxjerrim akte në ligjore në kushtet kur gjykata kushtetuese thot mungon ligji. Ne kemi këtë konkluzion të gjykatës kushtetuese. Pavarësisht se gjithë secili për nesh mund të ketë komente mbi këtë vendim, por ajo çfarë është fakt është kjo që gjykata kushtetuese ka thënë mungon ligji për të bërë votimin nga jashtë. Pra jemi në kushtet e mungesës së ligjit në një lloj mënyre, po e them kështu pak trash, sepse ata thonë ka boshllëqe ligjore dhe përderisa nuk ka përderisa ka boshllëk ligjor, thotë gjykata kushtetuese nuk mund të bëhet votimi nga jashtë. Dhe logjikisht do të thotë që unë si KQZ nuk mund të nxjerr akte në bazë të një ligji që nuk ekziston. Ndaj ne jemi duke pritur që Kuvendi i Shqipërisë, dhe në fakt nuk është se kemi pritur sepse kemi qenë ndër të vetmit, përfshi edhe ju si të interesuar apo organizata të tjera që e kanë nxitur këtë proces, e kemi shtyrë që nga dita 1 kur i thon Kuvendi i Shqipërisë, ore çfarë do bësh? Do ta konsiderosh apo s'do ta konsiderosh? Do ta konsiderosh apo jo? Deri dje një pjesë e tyre mbanin qendrimin që jo ne pavarësisht se çfarë thotë gjykata kushtetuese, ne mendojmë që ligji është në rregull. Po kjo u pa që kishte logjik më, sidomos thënë nga deputetët e Kuvendit, që pavarësisht çfarë thotë vendimi i gjykatës kushtetuese, ne e injorojmë. Kushtetuta ka thënë vendimet e gjykatës kushtetuese janë të detyrueshme për të zbatuar nga çdo institucion në Republikën e Shqipërisë. Përfshi edhe Kuvendin. Ndaj do të duhet që Kuvendi i Shqipërisë të bëj plotësimin atyre boshllëqeve ligjore. Secilat, se sa i takon Kuvendit. Unë kam thënë dhe deputetë, ore ju bëni një gjë, qoftë një gjestë të vogël, thua ne bëm plotësimin duke ndryshuar këtë presje. Dhe atëherë ne formalisht si KQZ jemi të obliguar që të merremi me këtë çështje. Nuk e di se sa i qartë isha në këtë gjë. Po, unë besoj që ishit mjaft i qartë. Shiko, për te i kësaj çfarë ka ndodhur deri tani, Arila, do një follow-up, sepse kisha disa pyetje tjetër këtu. Jo follow-up, është një pyetje tjetër për procesin aktual. Mbase do jetë e njëjta, ja ta bëj dhe unë këtë, pastaj e ke rënë prapë. Lilian, unë një gjë do pyesja, për te gjithë çfarë ka ndodhur deri më sot. Jemi këtu ku jemi. Ju tani keni pas edhe si KQZ marrëdhënie, besoj edhe me këtë grupin e dialogut që tani po mundohet të dali me një propozim ligjor, të paktën në letër po mundohet. Dhe do kisha dash me vërtet shumë të dëgjoj nga ju, nga sa keni parë nga afër, si gjendet vullneti i të dyja palëve, cili është vullneti dhe sentimenti i të dyja palëve, dhe si e dhe ku e shikon ti që ka ngec procesin nëse ka një ngecje? Po në këto 2-3 takimet që kemi bërë, përshtypja ime është, duhet ta them këtë, që këta duket sikur duan ta bëjnë, pra duan ta plotësojnë këtë, ta përmbushin këtë urdhërim të gjykatës kushtetuese, të bëjnë ato plotësimet që do duhet bëjnë në kodin zgjedhor për të hapur rrugën procesit. Deri tani perceptimi im edhe sentimenti im ky është gjykuar nga natyra e pyetjeve që bëjnë, edhe nga natyra e diskutimit dhe debatit që kanë bërë aty ku kemi qenë edhe ne në këto diskutime. Se di tash, nuk di ta them realisht nëse do t'ja dalin, sepse kanë disa dallime ndërmjet njëra tjetrës palët, veçanërisht për mënyrën se si do duhet realizohet procesi i votimit. Duket se kanë dakordsi, për një gjë kanë dakordsi, këtë mund ta them, mbi atë se si do llogaritet vota e diasporës.
duket që të paktën 2 partitë e mëdha kryesore, PS-ja dhe PD-ja, ose pjesa e PD-s së rithemelimit të themi të Berishës, bashkë me PS-n, janë dakord që vota e diasporës të llogaritet në sipas qarqeve ku votuesit e diasporës kanë regjistrin e tyre të gjendjes civile. Për këtë duket që kanë dakordsi. Por kanë diskutime dhe ndarje për si do bëhet regjistrimi, kush do ta menaxhojë procesin e regjistrimit të votuesve nga jashtë dhe më shumë akoma mbi mënyrën e votimit me post, nëpërmjet platformës që propozuam ne si KGZ që të dyja palët e pranojnë, duket e besueshme dhe e realizueshme deri diku, apo me në mënyrë tjetër, apo për ambasada, megjithëse kam përshtypjen që kjo ka rënë sepse edhe praktikisht është e pamundur, thjesht ka qenë si alternativë aty e listuar, por është pas sens që të flitet për këtë. Pra, Ilirian, ti po thuaj që më korrigjoni nëse do të kuptoj gabim, dakordësia është që diaspora do të duhet të votoj në një formë, më fal, dakordësia është që do ketë një regjistër ku të gjithë diaspora do duhet të regjistrohet, kështu e the apo e keq kuptova? Jo, kanë dakordsuar këtë që si do llogaritet vota, pra arbri ku banon në Gjermani. Në Gjermani vota e tij do të llogaritet në qarkun ku ai ka regjistrin e gjendjes civile në Tiranë apo në Durrës, nuk e di, nuk e di ku e ka regjistrin e gjendjes civile. Po Iliriani banon në Rom, nëse regjistrin e gjendjes civile e ka në Durrës, vota e tij do llogaritet për qarkun e Durrësit. Për këtë janë dakordsuar. Janë dakordsuar edhe që procesin e administrimit të kërkesave, edhe të regjistrimit, më mirë të themi, të votuesve nga jashtë, ta bëj KQZ-ja. Edhe për këtë janë dakord. Procesin e regjistrimit, Edhe ky është goxha progres, sepse këtu më duket ka pas disa kleçka. Ka pas kleçka, unë kam dëgjuar që e donin ke gjendja civile, pastaj ishte kjo puna që çfarë mund të bëjnë me atë regjistrin. Po tani, pra do të qëndrojnë këto lista zgjedhësisht që administron KQZ-ja, po thoni, apo jo? Po, gjithë procesin e administrimit, të aplikimit, edhe të krijimit të listës votuesve të diasporës, do ta bëj KQZ, e kanë dakordsinë edhe për këtë. Kjo është po ashtu e mirë, po do duhet pasaj që KQZ-ja të ketë akses, si më thon, tek pasaj edhe tek gjendja civile për të bërë cross check që kush votoi dhe ku do i llogaritet apo jo. Patjetër. Kjo është pak po e sigurt, nuk diskutohet. Por e rëndësishme është që ata janë dakord me atë që KQZ-ja dhe natyrshëm që KQZ-ja duhet ta kishte këtë atribut dhe këtë kompetencë të administrojë kërkesat e gjithë atyre personave që duan që të drejtën e tyre ta ushtrojnë atje ku kanë vend banimi. Sikurse kanë edhe në vendet e tjera pak a shumë. Thuajse që ti banon jashtë, po i thua organit që administron procesin zgjedhor, KQZ, Ministrisë Brendshme, i thua unë banoj këtu tash në Rom, në Berlin apo në Zyrik, edhe duaj që të mos sjellësh fletën e votimit këtu. Kështu do të operohet edhe në rastin konkret, nëse to do të dakordsohen. E qartë, vetëm ama aty ku nuk ka dakordsi është tek menaxhimi i procesit, kush do ta bëj dhe teknologjia që do përdoret, apo jo? Po, mënyra e votimit, fletë e votimit do të vi me posta, do ta dërgoj KQZ-ja me posta, do ta dërgoj nëpërmjet kësaj platformës që ne propozuam, edhe votuesit ta dërgoj me post apo ta dërgoj nëpërmjet kësaj platformës. Ky është diskutimi. E qartë. Po nuk ka dhe një diskutim tjetër, ndjes, ka dhe një diskutim tjetër nëse mbi atë nuk janë dakordsuar dhe kjo është shumë e rëndësishme në fakt. Është vërtet shumë e rëndësishme dhe është kryesore. Kush kategori do të kualifikohet, kush do të jetë eligible për të votuar jashtë? Një që jeton një ditë, që ka 2 ditë, një që ka deklaruar adresë po nuk ka deklaruar adresë, një që paguan taksa, paguan taksa, kur i paguan, për çfarë paguan, domethënë është ky diskutimi akoma. Platforma që ne kemi propozuar në fakt nuk e vendos kusht që ti të kesh deklaruar më përpara adresën dhe pastaj të regjistrohesh
ti mund mos e kesh një adresë të deklaruar paraprakisht tek Regjistri i Gjendjes Civile dhe prap mundet të aplikosh për të ushtruar të drejtën e votës. Po prit se jashtë këtu lind një territorit. problem, ku do të llogaritet nëse themi që do llogaritet aty ku ke pas gjendjen civile dhe pastaj ti s'ke gjendje civile fare, asgjëkuni, si bëhet? Ka qytetar të Republikës Shqipërisë, po që qytetari i Republikës Shqipërisë, pra po e ke citizenship të Shqipërisë, ti je regjistruar diku. Me një vendlindje e ken pasaport, po. Po, jo vetëm vendlindje, po ke një adresë vendbanimi që ditën që ke lindur, ke një adresë vendbanimi. Nëse nuk e ke ndryshuar, të prezumohet që ke atë. Okay. Sepse edhe një huaj, kur merr në shtetësi shqiptare, ai merr në shtetësi shqiptare, pa i regjistrohet diku. Silvinjo këtë trajnerin ton të kombëtar se kanë regjistruar në Lushnjë, ai mund të votojnë në gjithë Fushën. Se di pse quan në Lushnjë. Nuk e di ashtu. Nëse kombëtar janë, nuk e di, janë na pëlqeu, po do kalojmë herë tjetër atje. Mirë ishte. Nuk e pas jo. Jo, po prit, po çdo të thot atëherë, se do të kapem çike kjo. Çdo të thot atëherë që një person të mos ketë gjendje civile këtu, sepse thatë që mund të mos e ketë gjendjen civile të regjistruar në Shqipëri fare. Nuk ka mundësi. Ka, po që shtetas shqiptar është i regjistruar diku. Okay. Bukur. Domethënë nuk ka shtetas shqiptar pa regjistër gjendje civile, se prandaj shtetas shqiptar është i regjistruar në regjistrin kombëtar të gjendjes civile të Republikës Shqipërisë. Dikush që ka Po vendbanimi, nëse ky regjistër është vetëm një dhe apo është i shpërndar nëpër bashki regjistër. Ka është i shpërndar, për çdo qark, për çdo bashki ka regjistër të gjendjes civile. Ka dhe një regjistër të përgjithshëm që i ka mbledhur këto. Pra si thua, është një database i madh dhe ka database të çdo bashkie të ndarë. Po. Po secili prej jush që banoni jashtë territorit të Republikës Shqipërisë, pavarësisht se sa vite keni, edhe pavarësisht se dikush ka lindur aty jashtë, nëse është regjistruar këtu, që ditën që është regjistruar këtu, pra nëse ka lindur jashtë, ai merr një adresë. Merr adresën aty ku ka regjistruar mama dhe baba i vet. Arila, kishe pyetje tjetër? Më fal se të lash me prit shumë. Ka problem. Të paktën publikisht, PS-ja ka thënë vazhdimisht që si parakusht për të drejtën e votës është që emigranti duhet të regjistrojë vendbanimin. Pra, ti po thu që hoqën dorë nga kjo dhe regjistrimi tash do jetë vetëm përmes KQZ-s në një afat që ju shpallni para zgjedhjeve. Jo, nuk e thash tamam kështu. Domethënë nuk e di hoqën dorë apo nuk hoqën dorë ata, por di që ajo çfarë ne prezantuam, platforma që ne prezantuam nuk e kishte këtë kusht. Dhe ata nuk e kundërshtuan aty. Por jo a contrario nuk do të thotë që e kanë pranuar. Domethënë në mënyrë literale nuk do të thotë. A tundën kokën është pyetja. Tundë e kokës në shqiptarët duan po. Po, edhe nëse e tundën kokën, Ilir, si e tundën horizontalisht apo vertikalisht? Ne shqiptarët e kemi ndryshe nga europianët të gjë. Kështu që ato mund ta tundin si duan dhe pastaj të nesërmen thonë kom tundë europian, që jo shqiptar. Jo, duhet ta shkruajnë a la letër, po. Po duket që kanë ceduar nga ai qëndrimi i pashëm, për hir të vërtetës, pak nga ato çfarë tha Gjiknuri aty, tha okay, në rregull. Nuk është se e vuri kusht nëse herët e tjera, po është vërtet, sigur se tha Arinda që e kanë patur kusht, duket që nuk aty të paktën nuk e prezantoi, nuk insistoi te kjo gjë. Po mirë, nuk insiston aty, po kështu në publik. Ne patëm me Arildën që është këtu, ishim takuam një ditë në Milano pas një proteste, zëvendës ministrën e diasporës, dhe ja prezantuam pak a shumë se çfarë po bëjmë këtë kauzën, edhe Arila e pyeti ju çfarë plani keni, tha si do ju si ministri i përgjegjëse për diasporën, çfarë po bëni? Po tha, shiko tha, neve e duam votën e diasporës, pa ajo që duhet bëni ju është
të bëni jo këtë kaos, po ju duhet bëni një fushat sensibilizuese që njerëzit të regjistrohen në Jellbenja. Dhe do na la pak si me gojë hapur kështu. Mirë, kjo është një gjë, po s'është gjithçka kjo. Jo. Edhe ajo ka vlerën e vet ajo gjë. Për arsye të tjera, po për çështjen e votimit, unë mendoj që kjo nuk është domosdoshmëri. Edhe kam thënë pazitil publikisht edhe aty në pranit aty të grupit negociator që. Por në fundit kjo është zgjedhje atyre si politikan. Unë thashë teknikisht jo mund të realizohet dhe ne ofrojmë këtë platformë. Pastaj po ju jeni të bindur Ilirian që vërtet teknikisht është flawless, është pa vrima, është e pa kundërshtueshme teknologjia që keni ofruar, domethënë që keni të paktën propozuar. Është ne nuk është se kemi bërë një gjë sui generis, nuk është se kemi inventuar ne, është një modul që aplikohet për qëllime të tjera gjerësisht ndërkombëtarisht. Dhe do jetë aq me vrima sa është me vrima për rastin e aplikimit në sistemet bankare, në rastet e verifikimeve dhe identifikimeve në sistemet të tjera të sigurisë. Edhe unë jam i bindur 100% që nuk ka asnjë problemi nga pikpamja e garancive teknologjike që ofrohet. Po kjo teknologji tani ju thoni që ju jeni gati domethënë për ta implementuar, nuk e di, mos duhet në një zhvillim i mëtejshëm, zhvillim qoftë edhe teknik, software apo zhvillim hardware, do punë akoma? Do punë patjetër, sepse ne thjesht e kemi prezantuar, po nuk kemi investuar te kjo sepse nuk mund të investojmë për një gjë e cila nuk është vendosur, sepse ndryshe do ta thoshin pastaj që kush ju tha ju për ta bërë kështu këtë gjë, ne pse qysh tek. Po a keni domethënë një farë paravlerësimi që sa punë mund t'ju haj, edhe çfarë lloj pune ju duhet, dhe ai keni njerëzit e dur për ta bërë e tjera? Natyrisht do ta komisionojmë se ne kemi një staf aty, por natyrisht si çdo gjë nuk është se çdo gjë e bëjmë in house. E kupton? Edhe do ta bësh me një kompani X apo Y që ofrojnë atë si shërbim ose si zhvillim teknologjik. Do kjo është gjëja më e thjeshtë kjo nga çdo pikpamje. Jo, se këtu fillojnë pastaj edhe pikpyetjet që cila kompani e boni, si e boni, se kaq duam ne, kupton, kaq lart e kemi mosbesimin që është e vërtet kjo, por ne kemi një eksperiencë, do ta thoja shumë të mirë, edhe pse ndoshta dikush nesër mund të dali në një kritizer, kur vendosëm për të përzgjedhur kompaninë që do të ofronte shërbimin e votimit elektronik në Shqipëri, bëm një proces 1,000,000% transparent, me pjesëmarrje të partive politike, medias, organizata shoqërisë civile. Bëm një listim të gati 20 e ca kompanive ndërkombëtare, nga ato me turnoverin më minimal deri tek ato me billions of dollars. I ftuam të gjitha, urdhroni, ne duam të bëjmë këtë gjë. Bujrum kush e bën? Prokurim publik? Nga 20 e ca, publik i gjithë procesi, publik. Shpërndar çdo letër partive politike, medias, shoqërisë civile, grupeve të ndryshme të interesit. Nga 20 e ca, erdhën 10, nga 10 pasaj erdhën 6 në fund fare, nga ato 6 i tham, okay, ju 6, kush do japi ofertën ekonomike më të mirë, dhe zgjidhjen teknike më të mirë, u troqën pesa, s'kemi kohë për ta bërë këtë, erdhi një, që për fat është edhe kompania numër 1 në botë për këtë gjë edhe. Kjo nuk edhe me gjë që unë nuk kam merak është te kjo pjesa, domethënë fare. A është publik emri i kësaj kompanisë? Smartmatic. Interesant. Jam kurioz të mbase mund ta shohim mbrapa pa dhe kohë. Arilda? Ju e zhvilluat pak bisedën, po unë do kthehem te ai propozimi i Partisë Socialiste. Pse mendon se insistojnë kaq shumë te regjistrimi i vendbanimit para se t'ju mundsohet e drejta e votës? Shiko, ata thonë që unë për të dërguar fletën e votimit do duhet të di adresën, gjë që bën sens në rast se do të aplikosh votimin nëpërmjet shërbimit postar.
dhe ka logjik që ti duhet deklarosh një banesë. Nuk është shumë e justifikuar që ti ta vendosësh para kusht tani këtë gjën për tu regjistruar si votues nga jashtë. Edhe nëse ti do ta dërgosh fletën e votimit me post, pra palët thonë që ne vetëm këtë mënyrë do njohim votimin me post, ne ju themi atyre që në momentin që ai bën kërkesën tek platforma e KQZ-s, le të bëjë dhe deklarimin e adresës aty. Nuk ka nevojë ta deklaroj paraprakisht tek regjistri i gjendjes civile apo tek i-Albania. E deklaron njëkohësisht KQZ, thotë që po, unë Iliriani banoj në Rom dhe dua që të votoj këtu në Rom, ju lutem ma sillni fletën e votimit te kjo adresë XY. Po këtë mund t'ja themi KQZ-s, unë nuk du për shembull t'ja them qeverisë, unë kam më shumë besim ke Ilirian Celibashi se sa Po te ke KQZ-ja, te Ministri i KQZ-ja, Brendshëm. te KQZ-ja. Këtë do ta Po bësh më te po këto KQZ. thonë regjistroni në Albania më. Nuk diskutohet, po ajo që unë po them është që nuk menoj se këta nuk e dinë këtë, që regjistrimin e adresës mund ta bësh te KQZ-ja, dhe kjo është diçka që e thojnë prej të paktë 1 viti. Pra nuk mendoj që është e pamenduar nga ana atyne. Deri dje nuk e kanë ditur këtë për ish vërtetës, kur ne para disa ditësh ja prezantuam këtë si platformë dhe si ide. Edhe prandaj them që aty disi u lëkundën ose nuk e elaboruan më këtë si kërkesë të tyre, sepse i tham që ai deri sot mund mos e ketë adresën për një arsye ose për një tjetër, ose sot banon këtu, nesër mund banoj në hotel dhe thotë që unë banoj te ky hotel. Ma sillet fletën e votimit tu dhe këtë e bën njëkohësisht tek portali i KQZ-s. Pse do duhet ta bëj deklarimin paraprakisht tek i-Albania apo tek regjistri? Mund ta bëj dhe aty, s'ka asnjë problemi. Aty problemi është vetëm për 2 sekonda, të lutem. Do ishte shumë më mirë nëse do ishte kështu, po këtë bësh me Damian Gjiknurin, që ka vite që është përfaqësuesi i PS-s për çështjet zgjedhore. Të njëjtën gjë na tha zëvendësministre e jashtme që ishte përgjegjëse për diasporën, ndërkohë që mjafton të pyesësh si e bëjnë Kosovë për ta kuptuar si bëhet. Do ishte shumë mirë nëse thjesht e kanë lënë nga padia, sepse kur prezantohen me faktet ndryshojnë menjen lehtësisht, po mu më duket që kjo ka qenë paksa e mirë mendume, gjithsesi. Nuk je përgjegjës për Shiko, edhe po ta dija, do të preferoja mos ta komentoja këtë gjën për qenë sinqert. Këtë gjën që ka apo s'ka prapa mendim apo po ti po thu që janë dakord, po edhe po të mos ishin nuk do t'ja u thoja kështu se. Jo, nuk dua ta komentoj këtë qëllimin se ai është i përligjur formalisht në atë gjë, thotë që unë dua që procesi të jetë solid, dhe unë e quaj solid procesin kur unë e di ku banon X e Y, që ti çoj fletën e votimit të jemi sigurt thotë ai. E kupton, nuk është pa logjik kjo që thotë. Po shiko, problemi ishte vetëm që me ta bëj KQZ-ja, sepse ka më shumë besueshmëri se sa me e bë regjistrimin tek ajo gjendja civile, që në fundit dhe ajo e ligjshme është, po tani në këto kushte që jemi është pak ngjall pak mosbesim, e kupton, se kanë pas leak të dhënash, kanë pas rrjedhje, kanë pas probleme hakime, ku diun se çfarë. Ne ndaj afruam këtë mundësi, tham që ne e shikojmë të mundshme, të realizueshme, dhe sikurse ajo çfarë thoni juve, që ka logjik, po edhe kjo që sugjeruam ne ka logjik, që nuk ka asnjë problem që ti ta vendosësh sikush deklarimin e adresës. Dhe nëse pranon votimin nëpërmjet këtij modulit që ne propozuam, nuk ka nevojë fare për të patur një adresë formale, sepse ti e merr fletën e votimit nëpërmjet kësaj platformës elektronike dhe përcjell nëpërmjet platformës elektronike. Nuk ka nevojë ti jesh në shtëpi apo në zyrë diku që të të vi zarfi me fletët e votimit. Pra zgjidhja është për deputetët që t'ja delegojnë KQZ-s, sepse kanë më shumë besim te KQZ-ja në princip. Po këta duket që për momentin e kanë këtë konfidencë. Derisa nuk është prishur Terezia, ditën që njerëz parë do t'i prishet Terezia, do dëgjosh pasaj që KQZ është kjo, është ajo, siç e kanë zakon. Pra Ilirian, po thuaj që në qoftë se brenda korrikut, se tani për korrik kemi ngel, qoftë se brenda korrikut bëhet, ju thoni që KQZ-ja është do ta realizoj.
them se është e bëshme. Ama pa në i filter, si për shembull ky kriteri i atyre që voton. Për shembull, mund të vite shumë keq ose do votonin vetëm ato që kanë jetuar për herë të fundit të paktën 5 vjet, domethënë. Jo, nuk e besoj. Më shumë Kjo se nuk 5 është vjet që diskutuar kanë qenë në Shqipëri ose kështu. Në gjë Kjo kështu. nuk është Që diskutuar të filtrojnë shumë njerëz, ëh. Do ishte shumë e keqe. Këto nuk e kanë diskutuar asnjëherë, por është vërtetës, me sa duket edhe tek kjo çështja e kohës gjatës së qëndrimit jashtë, duket që ka një lloj kështu generoziteti, nëse mund ta them kështu. Biles ndonjëherë është duket se kanë pranuar që edhe për 3 muaj nëse jeti përkohësisht jashtë territorit, që bën sens, unë jam dakord edhe me këtë. Ti të kualifikohesh për të votuar jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Bukur. Rilda? Për sa i përket votimit elektronik, një pyetje si një qytetare e thjesht që ka parasysh që nuk na ka ngel sistem elektronik pa u haku. Si do i qetësoni qytetar që ky do jetë një proces pa probleme? Ne kemi 3 eksperjenca për votimin elektronik. Të parën e kemi patur në 2021, në 42 qendra votimi në Tiranë, te zona 10. E kemi patur në zgjedhjet e pjesshme të marsit të vitit 2022 në Bashkinë e Vorrës, dhe në zgjedhjet e fundit për organet e qeverisjes vendore të 14 maj 2023 e patëm në 3 bashki: Vorrën përsëri, Kamzën dhe Elbasanin. Për të 3 proceset, ato të 2021, 2022 dhe 2023, ne kemi bërë verifikime pas zgjedhore të hapura për publikun, me kamera, me praninë e medias. Kemi ftuar përfaqësues partive politike dhe ka rezultuar që përputhshmëria e votave digjitale me votat e printuara, sepse pajisja që ne kemi zgjedhur është një pajisje e cila të mundson njëkohësisht votimin digital, dhe atë çfarë ti voton e printon makina dhe e het në kutinë përkatëse. Dhe kemi bërë e shef ti që votove, e shef edhe çka ka printuar makina. E shef edhe çka ka printuar makina. E shef çka ka printuar makina. Bilestat kompanisë e dizenjuan këtë bazuar në kërkesat tona. Këtë gjë, dhe thonë i kanë vënë emrin makina shqiptare. Ata se nuk e përdorin në vende të tjera. Kështu, kaq të sofistikuar. Dhe ka rezultuar që fletat e votimit të printuara janë 100% me votat digjitale. Kemi patur disa probleme në fakt, që nuk lidhet me sistemi, me pajisjet, dhe nuk ka patur asnjë lloj kontestimi nga askush për këtë gjë, me sjelljen e operatorëve, të cilët ne i kishim ngarkuar për të asistuar votuesit në qendrat e votimit mbi përdorimin e makinës. Dhe është konstatuar që disa prej këtyre operatorëve, në vend që ta bënin instruksionin nga ana tjetër e ekranit, kanë dalë nga përballë ekranit dhe i kanë thënë atij votuesit ja ku është partia që do ti, apo zgjedhja që do ti. Që është problem. E kanë bërë nga padia, e kanë bërë me qëllim këtë ne se ndajmë dot, të themi. Se po ti pyesësh ata, thotë, ore, më thajm, unë nuk po i gjej dot, unë vetëm e kam treguar. Por sistemi në vetvete nuk ka pat problem. Dhe ajo çfarë do duhet ta them, se më kujtua dhe shumë e rëndësishme në fakt, sistemet nuk janë të lidhura online, janë offline, veprojnë offline. Pra, gjithë procesi i votimit në atë device-in kryhet aty, dhe në fund kur mbyllet procesi i votimit, vetëm transmetimin e rezultateve e bën direkt në KQZ, po pasi partitë politike kanë marrë një kopje të proces verbalit dhe pastaj bëhet transmetimi. E qartë. Shiko, edhe unë duke qenë se i përkas kësaj fushës teknikës, kam unë pak më shumë besim ke sistemet elektronike, sepse di që ka teknologjitë posaçme, ka metodat për t'i adresuar edhe pikërisht këto mosbesimet e njerëzve me
Ka enkriptime, ka anonimizime, ka enkodime, dekodime, domethënë funksionon dhe elektronika, nuk është se funksionon vetëm letra. Po ta bësh si duhet, se ndryshe s'do kishte kështu Unë jam transferta bankare live që saktë, përdoren për ditë. Unë jam jurist nga profesioni, por e kam pasion shumë elektronikën edhe e besoj elektronikën. Natyrisht që ekzistojnë rrisjet, po sigur se theti, pranojmë të bëjmë transaksione parash, edhe sistemi është i sigurt, një lloj si kurse është një sistem që aplikohet nëpër banka. Kërkon mbikëqyrje, kërkon mbikëqyrje, kërkon menaxhim, janë gjitha këto pastaj që qëndrojnë aty. Ajo çfarë është e rëndësishme në fakt dhe është një gjë që ne përveç vërtetës do duhet ta them me një lloj mungese modestie, është pikërisht kjo që e the ti arbër pak a shumë. Mbikëqyrja dhe transparenca. Ne gjithë procesin e kemi pasur super transparent. Për çdo gjë, për çdo aspekt kemi lejuar që të monitorohet, të përgjigjemi çdo lloj shqetësimi, çdo lloj pyetje, se është shumë e rëndësishme kjo gjë. Ju kuptoj. Arber, të them diçka për këtë çështjen e votimit elektronik, nuk e kam ndjek shumë në detaje, por di që në zgjedhjet e kaluara vendore në Elbasan pati shumë kontestime. Kishte njerëz që thoshin kam votu për Luciano Boçin edhe më delte fleta printume Gledisi. A keni pas kontestime zyrtare për këtë edhe a është e mundur teknikisht? Kemi patur kontestim zyrtar, sapo e thash pak a shumë këtë, dhe janë bërë verifikimet edhe me njëherë pasi u bën këto kontestimet, janë hapur pajisjet, janë hapur kutit e votimit të cilat janë të tilla që nuk i hap, domethënë ti vërtet shikon fletën e votimit që të printon makina, po nuk e kap dot me dorë. Aty ka një ekran që e transmeton, që e tregon atë. Një kështu dritare, jo ekran, ka një dritare, edhe e shikon fletën e votimit dhe sigurohesh që ke bërë zgjedhjen e dur, dhe kur është bërë ky ballafaqimi, ka rezultuar që s'ka pat asnjë problemi. Sa vota digjitale kanë qenë, aq edhe vota të printuara. Unë kam folur në fakt se çatë ditë kam marrë shqetësime nga Luciano, më morin në telefon, më tha Iliriano është shu, i thashë nuk ka zero shans. Kishim përfaqësues të kompanisë që na ka dhënë këto makina dhe na asiston në proces. I tha more, shiko se ndodh kjo gjë. Ka vetëm një mundësi, tha ai, se kjo nuk diskutohet. Kjo është një kompani që është billions of dollars turnover në vit. Po nga zgjedhjet në Gjermani. Nuk e di nëse kanë qenë në Gjermani kjo kompania. Po më thonë tani, nuk e di se sa e sigurt është. Edhe po pyesim atë, shiko tha, ka vetëm një mund të ndodhi një situatë e tillë që shkon votuesi i parë edhe ka zgjedhur atë që ka zgjedhur kandidat. Qëllon në njërë që kjo fleta elektrizohet edhe rri gjitur në atë xhamin e asaj dritarës që duket. Vjen votuesi tjetër, bën zgjedhjen e vet dhe fleta e votimit që printohet nga votuesi i dytë shket poshtë kësaj fletës votimit që mund të jenë gjitur për momentin në xham. Dhe këtë fletën që është gjitur në xham e rrezon e dyta ose e treta si fletë. Mirë, nuk ka defekt është edhe kjo. Kjo tha ndodh. I vogël është po. Është patjetër. Kjo mund të jetë ai. E vetmja gjë, ne nuk e dim nëse ka ndodhur kështu, ose nuk ka asnjë dëshmi që thot dikush që ta ketë fotografuar, se kjo bë pak kështu pastaj si epidemi. Edhe unë i thash Luciano, ore shko në një qendër votimi, verifikohet i rri pinc, se nuk ka mundësi. Luciano thoshte shko, nuk e keni bërë ju të KQZ-s, po ndoshta kompania, por i thash nuk ka shans fare. Nuk ka mundësi që kompania ka një turnover miliarda dollar, do lodhet për ty apo për këtë Gledian Llatin, i thash që të bëj qokën që të zgjidhen kryetar bashkie. Nuk ka sens, i thash. Po e ka bërë Iliriani këtë, i thash, këtë gjën, jo kompania. Tash ti ta hamendë që edhe unë do investojmë te kjo gjë, i thash, nëse më zuri meraku për ty apo për Gledianin?
Po Luciano ishte shumë i arsyeshëm në fakt me thënë të drejtën dhe si qytetar e kuptonte, po ndoshta presioni aty poshtë e bënte edhe atë të shkretin që të ngrinte edhe pyetje ndonjëherë pa sens, por e vërteta është që nuk është se pati ndonjë problem. Edhe i vetmi shpjegim që mund t'jap tha ky kompanisë kjo është, nuk e di nëse ka ndodhur kjo në ato raste. Edhe kjo zakonisht ndodh kur është kjo lagështira e nivelit të lartë atë ditë në fakt binde shumë shi në Elbasan dhe kjo krijon një lloj elektrizimi ta. Po adresohet, nuk ka ndonjë problem, do ndryshosh llojin e letrës të tillë që të mos jetë që të ngjisi në xham. E thash këtë thjesht për kuriozitetin tuaj sepse askush nuk e di nëse ka ndodhur dhe kështu. Por e vërteta është që në procesin e verifikimit që kemi bërë, numri votave digjitale me fletët e votimit të printuara ishte 100%. Bukur. E di çfarë doja tjetër. Doja tjetër, Ilirian, çfarë mendon se mund të çaloj në qoftë se bëhet? Në qoftë se bëhet tani, ku mendon që mund të ketë pikat dobta që mund të fillojë që mund të shfaqet në një problem? Do të thonë, parashikon në një problem teknik në qoftë se bëhet me këto, a ka një pikë dobët, si më thonë sistemi, sepse për shembull nëse regjistrohet, ta them nuk e di, ora kur votove dhe nga ana tjetër dikush filmon ndërkohë që ti voton. Po marr një shembull krejt kështu. Dikush filmon dhe kemi filmimet nuk e di, filmohen dhe me kamera nga vetë ajo votuesi. Nga vetë KQZ-ja më duket vendos kamerën për ku po flet, për në qendrat në votimin e qendrat e votimit. Po, në qendrat e votimit. Po flas për votimin elektronik në vetvete, për votimin elektronik, nga thasë se po flisë për votën e diasporës. Po edhe me diasporës po e njëjta gjë do jetë, kupton? Po e kemi tek votimi elektronik në qendrën e votimit. Dhe jo, du të them, a mos duke bënë një cross check dhonash dikun mos mund të shfaqet në i pikë dobët e sistemit, i keni pa me imësi, si më thonë, sepse është delikate në vetvete në fund fare. Sado që bëhet e besueshme, po do kujdes, do mbikëqyrje. Normal, patjetër. Shiko, ne adresojmë ato gjëra që na shkojnë në mendjen tonë normale. Po hilanjosët në këtë botë nuk mbarojnë, ai ndonjëherë kanë trurin më të sofistikuar dhe mund të ti vjen në mendje një gjë që ty s'ka shkuar, po deri më sot unë nuk di ose nuk kemi identifikuar në një problematik që të mos jetë adresuar. Mendoj që ja kemi mbyllur të gjitha shtigjet, të paktën çdo lloj abuzimi ose një lloj kështu bypassimi të sigurisë së procesit. Makina nuk regjistron, nuk ka timestamp të votimit, nuk mban rekorde të tilla dhe është logjike. Kështu që nëse ti lidh orën kur ka vajtur Iliriani në qendër votimit me fletën e votimit që është stampuar atje apo është shënjuar në mënyrë digjitale, kjo nuk ndodh, se nuk ka shënjim të kohës së votimit. Jo, në loget e makinës, nëse bëhet shumë teknike, po them me siguri ato që merren me atë punë pastaj e kanë më. Jo, po do ta bësh e bën kështu, domethënë që të ruash loge këto, po makina është ndërtuar në mënyrë të tillë që të mos mbaj loge të tilla. Dhe kjo është lehtësisht e verifikueshme. Nëse ti do të bësh një post check, është shumë lehtë, domethënë për një IT e dallon që çfarë logesh me makina. Dhe ne një gjë e kemi parashikuar për ta bërë. E kemi bërë DC më përpara, po tash do ta bëjmë më mirë, themi, si thua, më të mirë të realizuar, më mirë të rregulluar, që të bëjmë një audit edhe para, edhe pas nga një palë tretë. Kompani ndërkombëtare, dikush tjetër që viti bëj një audit çdo pajisje zgjedhur random ose kujt të doj pajisje.
Po unë, shiko, Arbër, për ishtë vërtetës, e di që mund të ndodhin se ka ndodhur në botë këto gjëra, edhe në vende me eksperjenca dhe me demokraci të konsoliduar, por nuk e besoj që në rastin e Shqipërisë kjo të ndodhi, se do ndodh vetëm nëse dua unë literalisht. E kupton? E kuptoj. Atëherë syt nga Iliriani po i mbajmë. Po çka. Mirë. Elio ka disa pyetje. Po, tani un pak a shumë i bona ato që i thash, ato që kisha është për ta hap për pyetje nga të tjerët, nga publiku. Ta filloj Elio, pastaj është në radhë të Leva, se ka kërkuar dhe më para. E pastaj kush të ketë më vonë. Elio? Faleminderit. Përshëndetje zot Celibashi. Përshëndetje. Kisha disa pyetje dhe po i bëj dhe ju mund të përgjigjeni si e mendoni, se besoj kanë lidhje me njëra tjetrën, kështu që po i bëj bashkë. Atëherë pyetja e parë është çfarë ka në dorë KQZ-ja të bëjë në rast se parlamenti nuk bie dakord dhe nuk e realizon votën, domethënë votën e diasporës. Mos duhet gjithashtu që KQZ-ja të shtojë presionin ndaj parlamentit duke informuar publikun për momentin që ndodhemi dhe për rëndësinë e momentit, që nëse edhe 1 muaj, 2 muaj nuk bëhet diçka, atëherë rrezikohet vota e diasporës, po edhe ndoshta zgjedhjet e 2025-s. Dhe pyetja e tretë është pikërisht kjo: a janë zgjedhjet e 2025-s sipas këndvështrimit tuaj dhe të KQZ-s antikushtetuese në rast se vota e diasporës nuk realizohet? Këto ishin pyetjet. Faleminderit. Okej, faleminderit. Shiko. Ai më mend gjithë tash. Po, i majmend. Kaq pak majmend. Dëgjoj, nëse unë e kam thënë publikisht disa herë që nëse Parlamenti i Shqipërisë nuk bën ndryshimet ligjore, nuk ka votim nga jashtë në zgjedhjet e vitit 2025. E sigurt e kam thënë pa pikë hezitimi, e kam thënë publikisht edhe vazhdoj ta them. Se përse e bëra sqarimin pak më parë dhe thash që nëse nuk ka ligj, nuk mund të ketë akte nënligjore, nuk mund të ketë veprim të KQZ-s. A mund të bëj më shumë KQZ-ja? E thash pak a shumë edhe këtë gjë. Kemi bërë më shumë se në kostumin që kemi na takon për të bërë, për ato arsye që i shpjegova dhe nuk dua të përsëritem. Kemi biles, ndonjëherë më duket që kemi patur protagonizëm edhe më shumë se që do të duhej, por pikërisht për ato arsye që i shpjegova e kemi patur këtë protagonizëm. Nëse mund të bëhet më shumë, mund të bëhet, nuk e di. Ne sa më duket sigur çfarë ka bërë KQZ së fundi i ka dhënë pak për ashtu, nuk po flas për atë pjesën tuaj, që jeni të interesuar të drejt për drejtë me gjeste apo me veprime keni bërë, por në mënyrë institucionale kam përshtypjen që kemi dhënë ai zë sa ka fituar një lloj kështu diskutimi tash i publik kjo gjë këtu në Shqipëri. Ne para pëlqejmë të themi që ja kemi dhënë ne këtë zërin Ilirian. Po jo, e thash edhe këtë, është vërtet, jo, domethënë ka po pranoj Arbër që edhe ne kemi bërë diçka te kjo gjë. Patjetër, keni marrë konferenca për shtyp para, nuk e di, para 6 muajsh më men, ju kam parë që keni dalë, keni thënë publikisht, jo, nuk kemi bërë 2 konferenca të ndërkombëtare për këtë gjë, kemi bërë konferenca për shtyp me rrjetet sociale, kemi përpjekur ta shtyp. Nuk ka kompetenca të mjaftueshme pra KQZ-ja për të bërë më shumë, po thoni apo jo? Jo, publikisht mund të dalim të flasim, domethënë, nëse duhet të bëjmë edhe gjeste, akte të tjera, nuk kam asnjë lloj kundërshtimi, jam i gatshëm për ta bërë këtë. Okej, atëherë mund t'ju ftoj informalisht që të shkojmë në stadium dhe të hapim banderolin tua të votoj. Atë se bëj do sepse është jashtë asaj gjës, po që ta jap eko në një mënyrë ose në tjetër veprimeve tuaja, e bëj këtë gjë. Atëherë përshëndetje. Gjysmë shaka, 1 sekondë Leva, 1 sekondë. Dhe për ta përfunduar në lidhje me të dytën,
jam I disponueshëm fakt për të vazhduar për ta shtyrë këtë procesin. A mund të quhen zgjedhjet 2025-s antikushtetuese? Unë kam një opinion, sepse e di shumë mirë këtë gjën, e kuptoj shumë mirë edhe për shkak profesionit, por nuk do të preferoja të jap këtë përgjigje sepse jam në një lloj konflikti interesi, do të vi nesër kjo çështje për ta diskutuar edhe s'do dua që t'ja bëj gjyqin tash para prakisë. Shiko, më vjen natyrshëm t'ju pyes, a ja u ndalon detyra që më shpreh këtë opinion? Ma ndalon. Vërtet? Ma ndalon se nesër do ta shqyrtoj këtë çështje, do vi Arbi do thotë që jo, ne nuk votuam në 2025-ën, I dua zgjedhjet antikushtetuese. Mirë, një opinion konsistent, po them unë, po t'jetë konsistent opinioni është po ai. Unë ta shkruaj si mendoj tashi, që të mos thuash shiko e ndryshove tani se u shite, u bleve, apo presioni ky, do ta shkruaj, ta fus në zarf, mbaj aty, do ta hapësh atë ditë. Okej. Bukur. Elio I more përgjigjet pak a shumë besoj apo jo? Po, faleminderit. Okej, Etleva? Përshëndetje, mi mbrëma të gjithëve, faleminderit Arbër që më dhe mundësinë që të flas. Unë jam Etleva dhe konkretisht jam një nga nismëtarët e 20.000 firmave të lëvizjes Shqipëria bëhet. Ne kemi përmbushur 20.000 firma për t'i risjellë tek ju, zotit Tripashi, për votën e diasporës. Dhe mendoj se kjo është një shtys edhe për ju dhe për gjithë ne, sepse është verdikti I gjithë shqiptarëve që jetojnë brenda trojeve shqiptare, që dëshirojnë që të gjithë qytetarët shqiptarë që jetojnë jashtë trojeve shqiptare të votojnë, pra të bëjnë pjesë e zgjedhjeve të 2025-s. Atëherë, unë mendoj se ju duhet jeni dhe të jepni një verdikt kësaj gjëje. Apo jo. E dyta, ne mblodhëm 20.000 firma në gjithë Shqipërinë. Mirë, po ishte shumë e vështirë pjesa sepse vetë KQZ-ja kishte përveç emër atësisë mbi emër vendlindjes kartës ID-s, duhej dhe karta ID-s e fotokopjuar dhe e firmosur nga qytetarët që do bëheshin pjesë e këtij peticioni. Përse mos të bëhej kjo në mënyrë elektronike, sepse normalisht jetojmë në 2024 dhe jemi një shtet evropian, duhet të kemi disa zgjidhje më të shpejta për qytetarët. Jo të ngelemi në ato marrjet e printerave me vete në çdo qytet. Më thonë që ishte një peripeci shumë e gjatë për ne, por jo e paritshme, sepse nuk ka gjë të paritshme nëse dëshiron me gjithë zemër. Edhe unë jam dakord që është mirë parlamenti të ketë një infrastrukturë online për të thoja tek ajo lista që ne kemi firmosur. Këtu shikojmë që hapen parti dita ditës dhe lista për hapjen një partie është më thjesht në krahasim me listën që ne duhet të bënim për 20.000 firmat për votën e diasporës. Do me thënë, kjo gjë kishte më shumë burokraci se sa hapja e një partie politike që ne kemi pafund në Shqipëri. Vetëm se është nuk është në kompetencën e KQZ-s apo jo. Lista ne ka ardhur e hartuar nga KQZ-ja. Mënyra koka se si duhet të përmbushej dhe të plotësohej kjo gjë. Okay. Shiko, ai formati, ne miratojmë vetëm formatin dhe këtë e keni peshqesh nga kodi zgjedhor, ashtu e përcakton ligji, atë formën ne thjesht I japim udhë kërkesës tuaj për të hapur procesin. Jam shumë dakord, por shikoj diçka që të dyja partitë e mëdha pasojnë topin njëri tjetrit dhe në fund fare do thonë që jo, ne nuk e bëjmë dot të përhatër të kësaj partie, sepse kjo parti bie në kundërshtim me këtë, dhe do ngelet që vota e diasporës do ngelet përsëri në pikpyetje dhe në 2025-ën. Sa unë ta shikoj të dyja partitë politike po bëjnë një lojë të njëra tjetrës. Dhe mendoj se është shumë e qëllimshme. Ndërkohë që verdikti I qytetarëve me 20.000 firmat, 20 e ca firmat, që ne do t'i dorëzojmë ditën e enjte, domethënë ishte I qartë që duan që diaspora të votojë. Dhe politikanët që janë të përzgjedhur nga këta qytetarë nuk duan të vetë zgjedhur, më fal, me sistem zgjedhor të zgjedhur vetë. Po. Sepse një nga pikat kryesore të 4 pikave të lëvizjes tonë është edhe
votimi me meritokraci, domethënë hapja kryetare zgjedhore. Megjithatë, Etleva, e qartë pakënaqësia juaj është e qartë ndaj kodit zgjedhor. Ju mirë kuptojmë edhe në fund fare e gjitha kjo duhet që të reformoj të gjithë kodin zgjedhor dhe jo vetëm për votën e diasporës. Ka edhe probleme të tjera shumë të mëdha kodi zgjedhor, patjetër. Unë jam shumë dakord me këtë. Dhe mendoj që po e bën Kosova një gjë të tillë, votën e diasporës, dhe nuk po e bën Shqipëria, domethënë në 33 vite çfarë po ndodh në Shqipërinë. është e çuditshme, ndërkohë që shqiptarë ne kemi më shumë jashtë se në Shqipëri. Dhe ne i mohojmë të drejtën e votës. Po e tham këtë që në kryetarë, se prandaj po e bëjmë këtë diskutimi që kjo është një gjë që duhet bërë dhe ne të paktën besoj që jemi në këtë diskutim, në këtë platformë këtu, unë edhe personalisht që ditën njith, sikur se thash, e kam mbështetur këtë gjë, këtë çështje. Unë e shoh të natyrshme që kjo gjë duhet bëhet. Tashi se cili për nesh ka atë gjë në dorë për të bërë, kupton, dhe atë fuqi që ka. Nuk patjetër. Unë mendoj se pirunata që duhet ja imponojnë politikës shqiptare, të vetë zgjedhurve, të thatë pak më përpara, për ta bërë këtë gjë, sepse ka ardhur koha tashmë, nuk mund të presim më, pritëm mjaftueshëm 30 e ca vite kusur. Kështu që faleminderit. Etleva, nuk e di, nëse kishe edhe një pyetje apo jo? Jo, përveç kësaj pjesës burokracive të pjesës listës për 20.000 firma të kisha. Dhe për të kaluar në një proces më të shpejt elektronik, sepse normalisht ka kaluar kjo pjesa e listave që duhet bëhen nga afër, është pak pa sens, mendoj. E qartë. Është një proces që teknikisht kërkon dhe ky një lloj rregullimi ligjor, sepse do të futesh në procesin e certifikimit mbi identitetet e këtyre personave që bëjnë këto plotësimet e listave marrë në shkrimet. Do nuk është dhe kaq e thjeshtë nga pikpamja teknike. Po, faleminderit. Po e realizueshme është, nuk është e parealizueshme, patjetër. Ilirian, përveç pyetjeve që sapo dëgjove, kemi tani këtu edhe Lolitën dhe Breroren, janë dy faqe praktikisht anonim që nuk pranoni pyetje nga dikush që ju vjen si anonim, është okay? S'kam asnjë lloj problemi. Okej. Brerore, kishe pyetje? Mirë mbrëma të nderuar dhe mirë mbrëma zotit Pelibashi. Kisha një pyetje për sa i përket votimit elektronik. Sipas jush, është i domosdoshëm votimi elektronik? Shkurt, jo. Por nga ana tjetër, nëse mund ta elaboroj pak më shumë, nuk mund ta konsideroj edhe krejt të padobishëm, sepse ka ato avantazhet që ka. Nuk mendoj që votimi elektronik është zgjidhja e problemeve dhe natyrisht duke qenë se nuk është zgjidhja e vetme e problemeve, nuk i jep atë çfarë dikush tjetër e konsideron sikur me votimin elektronik do zgjidhen gjitha problemet e zgjedhura në Shqipëri, por disa probleme i zgjidh, disa avantazhe i krijon. Ngelet për të vendosur në balancë, sidomos në raport me parat që harxohen për këtë, ja vlen apo nuk ja vlen. Kuptoj, sepse gjithë çështja është tek fakti që gabimi njerëzor, pra në rastin e votës me laps dhe me letër, besoj unë është më lehtë kontestueshëm se sa gabimi një makinerie elektronike. Nëse makina gabon gabimi është shumë i madh i makinës dhe ndaj do duhet paraprakisht që në kryeterës kur vendosim se çfarë makine do duhet përdorim, duhet jemi të sigurt të gjithë dhe të bëjmë gjitha kontrollet, verifikimet të çdo lloj karakteri, përfshirë ato të aspektit të IT-s, por të bindur mbi soliditetin
e asaj si pajisje. Do duhet ta bëjmë këtë edhe më pas. Por unë sikur se thash edhe pak më herët, nuk e kontestoj a priori kredibilitetin e një teknologjie. Nëse unë i kam të gjitha mundësitë për ta verifikuar atë, atëre jam okay, jam i qetë. Unë ndjem në siklet në momentin kur unë nuk e kam mundësinë që ta verifikoj këtë, ta kem gjithë mundësinë që të hyj brenda, ti bëj gjithë testet që duhet për të verifikuar qoftë në aspektin hardware, qoftë në aspektin software të pajisjes. Cilat janë avantazhet zotit Celibashit të votimit elektronik? Po krijon në aspektin administrativ dhe organizativ të procesit, e ka këtë avantazh, është më komod. Fakti tjetër pasaj që ti e ke rezultatin shumë shpejt dhe nuk pret 2 apo 3 ditë, është goxha avantazh nga shumë pikpamje kjo, sepse duke marrë të mirëqen, nuk po e diskutojmë çështjen po e marrin të mirëqen që është 100% e sigurt ajo gjëja, dhe është në fakt si makinë si pajisje. Nxjerrja e rezultatit shpejt, menjëherë mas mbylljes së procesit të votimit, ul mundësinë për manipulim të rezultatit në mënyrë drastike. Ndërkohë ka edhe një gjë tjetër që do duhet ta them, dhe në fakt pak kush e ka sjellë në vëmendje, me çka parë unë, ndoshta mund të jemi gabuar, që në një lloj mënyre, edhe pse vetë sistemi elektronik i votimit ka disa kosto, në fakt na ul goxha kosto të tjera, sepse mbaruan zgjedhjet, morëm rezultatin, ditën e anë jemi të gjithë në punë. Me votimin tradicional, ne jemi të hënën, të martën, të mërkurën, edhe pse në këto 2 zgjedhjet e fundit ja kemi darë që ta shpallim rezultatin e zgjedhjeve brenda afatit, pra brenda 48 orëve, po prap është shumë në një lloj mënyre. Dhe këto janë kosto, sepse unë nuk shkoj në punë, ti nuk shkon në punë, se jemi gjithë duke pritur kush e fitoi Tirana, kush e fitoi Durrësin, kush e fitoi Elbasanin e të tjera si këto. Rrit ka dhe disa elementë tjerë pozitiv, sigurisht është garancia mbi integritetin e votës, ti duke qenë aty, ka pak mundësi që të ndikohesh, natyrisht mund ta kesh shitur jashtë në kuptimin me fjalë, ke thënë që shjo unë po bie këto lekët edhe do jap votën atij që do ti. Po me sistemin tradicional të votimit ti ke mundësi të verifikosh në një lloj mënyre, të paktën teorikisht, se për kë ke votuar. Në votimin elektronik, këtë mundësi e ke 0. Thuajse. Është edhe shumë më e lirë për vetë migrantët, se për shembull propozimi jon për postë private, pavarësisht se i jep një lloj garancie votuesit, është e shtrenjtë për vetë atë. Po për votimin e diasporës, po më duket pyetja ishte për votimin elektronik brenda vendit nga në përgjithësi besoj se. Në tërësi. Okej. Lolita? Okej, faleminderit Arber. Spari desha ta falenderoj zotin Celibashi që ka pranuar të flasë dhe që po flet hapur me ne dhe që e ka mbështetur për më tepër votën e diasporës. Tani pyetja ime është të bëj një parantezë shkurtër, ndër vite ne kemi parë negociatat mes palëve, negociatat mbi tavolinë, ndonjëherë edhe poshtë tavolinës, dhe kemi parë produktin e këtyre negociatave për kodin zgjedhor. Edhe vota diasporës ka qenë diçka periferike dhe e injoruar. Mbaj mend Partia Socialiste, mos gaboj, e ka kërkuar në 2020 ose 2017, nuk po më kujtohet tamam. Por ka qenë një ndër pikat e negociatave mes palëve dhe nuk ka qenë një pikë kryesore e debatit. Ndërkohë që në kohët e fundit, në muajt apo në javët e fundit, duket sikur të paktën nominalisht gjitha partitë e mbështesin votën e diasporës. Mos gaboj, Partia Socialiste ka dërguar edhe një projekt ligj tek ai grupi dialogut ku përmendet vota diasporës.
Për më tepër duke parë edhe këtë turin e kryeministit Rama në për diasporë, duke parë edhe oficerët e diasporës që ka vendosur Partia Socialiste, duket sikur ka një farë vullneti, sepse të paktën ashtu si e shoh unë, po të mos kishte fare vullnet, do ishte e panevojshme gjithë kjo fushat në diasporë. Edhe pyetja ime për zonjën Celibashi është që si është perceptimi juaj? Domethënë, a jeni dakord me këtë perceptimin tim që duket se kësaj radhe diçka është pak më ndryshe edhe që ka presion për votën e diasporës, ndoshta edhe nga vetë migrantët, po ndoshta edhe nga ndërkombëtarët apo edhe nga faktorë tjerë. Faleminderit. Iliriani u largu më duket, mbase vjen prap, ndoshta problem teknik. Ka kalu në listener, ndoshta ka shkruaj edhe një herë ose kërkoj. Okay, requested. Okay. Au gjova unë, au gju pyetja ime apo fola kot? Po. Ilirian? Po se nuk e di pse u shkëput. Okay. Ja Problemi. ta Hoqa prap. Wi-Fi tash dhe jam në 4G, Okay. ndoshta. Edhe një pyetje se nuk e dëgjova nga Lolita. Pyetja ime është edhe perceptimi juaj ashtu si imi që duket se kësaj radhe ka diçka po ndryshon edhe palët po lëvizin apo po shprehin vullnet pro votës diasporës, edhe që mund të ketë presion edhe nga poshtë, nga ose po themi nga vetë migrantët, po ndoshta edhe ndërkombëtarët mund të jenë duke kërkuar këtë gjë. Aq sa lexoj unë nga mediat dhe aq sa mund të perceptoj unë. Po duket që e tham duket që në fillim që po ka ndryshuar diçka, duket që ka një lloj vullneti për ta realizuar votimin e diasporës për zgjedhjet e vitit 2025, por gjithsesi do duhet të presim deri në fund të muajit korrik kur mbyllet sesioni i aktual i kuvendit për të parë nëse vërtet do bëjnë diçka apo jo. Po kjo është e vërtet që ka një lloj presioni të shtuar, veçanërisht nga diaspora, e këto veprimet e fundit, gjestet e fundit e ka rritur pak atë presionin. Ndërkombëtarët nuk e di se sa të angazhuar janë, sepse për ta kjo nuk është një çështje principi, sepse edhe në këto manualet e standardet e zgjedhjeve për zgjedhjet lira dhe të drejta, çështja e votimit nga jashtë nuk është se është një çështje e standardit të zgjedhjeve, sikurse e thonë. Odiri për shembull nuk e ka vendosur në të rekomandimet e veta si domosdoshmëri këtë. Por gjithsesi ka palë të interesuar, unë shoh për shembull OSB-ja është duke shtyrë këtë procesin deri diku disa ambasada kanë përpjekje në këtë drejtim. Do të thënë, me pak fjalë duket që ka ndryshuar diçka. Okay. Nuk e din nëse kemi edhe pyetje të tjera. Ilirian të majtëm pak më gjatë se që kishim. Jo, s'ka problem fare, nuk pa merak fare. Dua t'i bëj edhe një pyetje tjetër nëse është e mundur. Po patjetër. Po. Është një pyetje pak politike, ndoshta është jashtë rolit tuaj, po ju mund të zgjidhni edhe për të mos u përgjigjur. Po jam kurioz për mendimin tuaj, a mendoni se nëse do realizohej vota diasporës, do kishte ndryshime ndoshta të mëdha tektonike në skenën politike shqiptare dhe ndoshta palët i druhen pamundësisë për ta kontrolluar apo për ta vendosur në ato sinoret e veta këtë votë. Domethënë, a mendoni ju se stepja e tyre ka të bëjë edhe me këtë faktor? Po për përgjigjen, po besoj që kjo është logjike, nëse është normale dhe është në natyrën e çdo politikani, jo vetëm atij shqiptar, por edhe çdo politikani, qoftë aty të një vendi sikurse mund të jetë ku dëgjon Suedia apo Danimarka apo Norvegjia, apo flas për këto vende që mund të jenë modele të demokracisë apo të sjelljes demokratike, të themi, të politikanëve. Por duket që në këtë situatë
o të dyja palët mendojnë që do të kenë avantazhe nga votimi nga jashtë, ose të dyja palët mendojnë që ndoshta nuk do ketë atë impakt që presin secila prej tyre. Por e rëndësishme është që kjo gjë të bëhet. Unë edhe kur kam folur me disa përfaqësues të disa prej organizatave të diasporës, të cilat kanë insistuar për shembull për mënyra të caktuara votimi apo mënyra të caktuara të llogaritjes rezultatit, u kam thënë këtë, shiko, në këtë herë të parë është e rëndësishme që të realizohet. Ndaj gjithë secili prej jush, ju kam thënë, ndoshta është mirë të cedoj pak nga disa idera apo propozime se si mund të bëhet kjo. E rëndësishme është të bëhet. Nëse njëra palë thotë që shiko, votimi me post nuk është zgjidhja më e mirë, por do bëhet me post votimi, le të bëhet, qoftë edhe me post, të themi, apo anasjelltas. E rëndësi ka që të bëhet. Po, e kemi dhe një Ka dhe pyetje. një gjë, shiko, janë 1.7 sipas të dhënave zyrtare, në fakt, të Institutit të Statistikës, janë 1.7 milion qytetarë shqiptarë që banojnë jashtë territorit të Republikës Shqipërisë. Nga këta llogaritjet janë 1.1 milion votues, që shkonte rreth 37-38% të themi 40% për të rrëmulluar kosën të votuesve. 40% është një masë jo tektonike, po përmbys, domethënë mund të bësh çdo lloj zgjedhje që ti do. Zgjedhje politike kam fjalën në kuptimin të votosh për këtë duash, edhe të ndryshojnë zgjedhjet atyre që janë këtu brenda territorit. Janë shumë votues. Një pyetje në lidhje me këtë, sipas Instatit 1.7 milion banor, 1.7 milion shqiptar jetojnë jashtë vendit. Ti po thu sa milion votues? 1.1, se kështu i bie, kështu llogaritet koeficienti. 1.1 milion votues. Okej. 1.1 milion votues nga diaspora, më fal se nuk. Po nga diaspora. Wow, është numër vërtet i madh dhe potencialisht janë 1.1 milion votues. Po nga këta 1.1 milion nuk është se do votojnë 100%, kështu që do jemi diku tek 50%, ata mund të jenë 500-600.000 vota. Në fillimet, unë nëse kjo mundsohet në 2025-ën, unë nuk do të jem shumë pesimist, por nuk mendoj që do ta kalojmë mbi 100.000. Nuk e besoj. Ashtu mendoj unë. Mirë, gjithsesi prapë edhe 100.000 nuk janë pak, po mbase bëhen Jo, në 2021 nuk kam thënë se ishin 800 e ca votues, të cilët kishin deklaruar edhe sipas ligjit lejoshin të votonin. I kam thënë partive politike, ora hajta bëjmë qoftë edhe për këta 800. Ilerian, para se ta mbyllim, edhe një pyetje nga Gentian Alimadhi. Më pyet, a mendoni se lëvizja jon duhet votoj 2025, mund ta ndikoj me gjitha fatin e shkurtër, jo, më fal, ta lexoj siç e ka shkruar. A mendon se lëvizja jon do ta ndikoj në fatin e shkurtër apo të gjatë vullnetin e partive në Shqipëri? Po është njësoj si pyetje Lolitës. E para përshëndetje të Gentianit, se e njoh, nëse është Genti avokati. Po, është. Është kam të njëjtën përgjigje si për Lolitën. Por se ne e mendojmë këtë gjë, votuesit nga jashtë janë shqiptarë, janë komplet në legjitimitet të plot për të votuar si të duan edhe për ta ndryshuar si të duan politikën në Shqipëri. E kuptoj. Edhe unë më them që sa më shumë angazhim që të ketë diaspora, aq më shëndetshme është për vendin. Sepse ka një gjë, nuk është si diaspora e vendeve të tjera, diaspora jonë, sikurse themi diaspora e Greqisë apo Italisë apo Irlandës apo të tjera që kanë vite dhe janë shumë të shkëputur nga vendet e tyre. Diaspora është një diasporë relativisht e re, është 20 vjeçare, 30 vjeçare, që është shumë e re dhe vazhdon të ketë lidhje të qëndrueshme
me vendin. Dhe janë të interesuar të drejt për drejti mbi atë se çfarë ndodh këtu. Nuk mund të jenë indiferent te kjo gjë. Okej. Lolita e ka dhe një pyetje, edhe pastaj Po edhe një pyetje të fundit pak jashtë temës Arber, por për zgjedhjet nëse më lejohet. Patjetër më po. Por mua s'ka problem. Okej, zoti Çelibashi, po e bëj pyetjen edhe pak naive ndoshta, por desha të pyes në lidhje me zgjedhjet nga këndvështrimi i po themi të rinjve të diasporës. Ne kemi parë zgjedhjet në Shqipëri që janë përmirësuar, nuk them se nuk janë përmirësuar, se jemi rritur me ato skena që sa herë kishte zgjedhje, kishte ndonjë vrasje, ndonjë plagosje, që raje, po. Partitë politike merrin këta të fortet për t'i manipuluar apo për t'i mbrojtur zgjedhjet në varësi të këndvështrimit. A mendojnë se do vi një ditë që Shqipëria do normalizohet në këtë aspekt, që do bëjmë një palë zgjedhje, që të mos kontestohen nga askush, që të mos ketë dhunë, që të jetë proces normal si në gjithë Europën, të jetë një diel krejt normale, pa probleme, mos të ketë përleshje apo ku diun gjakra të nxehtë. Edhe si e shikoni ju, kur mund të ndodhë kjo? Unë, kam qenë një periudhë kohë të gjatë gjyqtare, kur i gjyqtar e ke të mangët këtë sensin e diplomacisë, edhe ndaj po të përgjigjem pas sens diplomacie fare. Pas 2025 do ta kemi këtë gjën. Them, ndoshta. Do thuash ti po ti pse rri aty tash te kjo gjë kur nuk e kemi këtë gjën. Unë rri për të kontribuar që ta kemi këtë gjën edhe në 2025-ën, po në mos në 2025-ën në 2029-ën. E them këtë te shakas dhe sarkazmës, por jemi të ndërgjegjshëm që trashëgojmë shumë gjëra deri në ditën e sotme, trashëgojmë këtë klasë politike që kemi, trashëgojmë shumë veti që ne kemi si natyrë, si shqiptar, dhe ky është një proces që do marrë kohën e vet. Ne kemi bërë zgjedhje të mira, jo vetëm në këto zgjedhje fundit, po diku edhe më përpara ndoshta ka patur edicione zgjedhore që kanë qenë edicione zgjedhjesh të mira, por mendoj që për fat keq jemi akoma larg asaj çfarë the ti, që do na pëlqente që zgjedhjet mbarojnë dhe ai që humbet thotë po, unë humba, urime atij kundërshtarit, po me këta që kemi në politikë vërdall e shoh pak të vështirë për të qenë realist. Ilirian, faleminderit shumë. Unë një pyetje, kjo është e fundit fare dhe është krejt teknike, do jetë e shkurtër edhe përgjigja shpresoj. Nëse vota e diasporës bëhet, financimi nga kush duhet vijë? Është problem vetveta? Ka në buxhet mjaftueshëm KQZ apo do i duhet një buxhet shtesë, do duhet miratohet i buxheti, ku diun se çfarë? Duhet të miratohet buxhet shtesë. Në varësi të llojit të mënyrës së votimit që do të përzgjidhet, edhe buxhetet janë të ndryshëm. Nëse do të jetë votimi me postë, natyrisht ka goxha kosto, sepse posta ju dini shumë mirë kushton goxha. Nëse do të votohet nëpërmjet një platforme elektronike, diçka, jo diçka, po janë shumë ndryshe, kostat shumë të ulta. Bukur. Ju faleminderit shumë atëherë, Ilirian. Faleminderit gjithëve për pyetjet edhe për mua. Dhe ju urojmë suksese në punën e mëtejshme të KQZ-s dhe shpresojmë që pas një viti të jemi këtu duke ju falenderuar për kontributin tuaj për realizimin e votës diasporës. Me thënë të drejtën do të doja shumë ta kisha këtë falënderim. Patjetër do ta keni. Ju faleminderit gjithëve. Faleminderit gjithëve, mbrëmje të këndshme të gjithëve natën. O më shqipni mendoj që kusht ka qit me kry I ke pas qenë o një ranë urat e dhe o të tjërë shpinan